i Koreklea. Fillimisht ju uroj shumë dasa dhe gëzime që gjejmë gjithmonë. Sot më ka marrë për çiftin e bukur. Dua t'u bëj një surprizë nga disa persona që vërtet i dua shumë. Janë këtu apo janë larg do ta shohim. Fillimisht i dorëzoj të lulet Nusës. Kemi në një ide nga kush jam sot këtu? Si thoni jeri, nga Nusja apo Lëndrit? Nga Lëndrit, ma shumë do thua shtiri nga Lëndrit. Ja do më dëgjosh pak nga kush jam sot, do më dëgjoni të dy në fakt dhe gjithë që janë pranishëm. Albion dhe Daniela, sot është një ditë e veçantë, jo vetëm për ju të dy, por për gjithë familjen që ju shikon me zemrë plot. Albion, ai djali vogël që dikur vrapon të më ëndra në sy, sot ka veshur kostumin e Lëndrit. Sot nuk je më vetëm djali ynë, por edhe bashkëshorti Danielës dhe babai një mrekullie të vogël që ju ka ndryshuar jetën për gjithmonë, Amelios. Daniela, ti nuk po hyn vetëm në një familje, por po bëhesh pjesë e një zemre që tashmë të ka pranuar me dashuri si biri. Me pranin tënde, ti i ke dhënë dritë jetës Albionit dhe ngrohtësisht të pison. Sot, ju nuk jeni vetëm dy të rinj që duhen, por jeni një familje vogël që mban në krah një jetë të re, një ëngjëll që ju ka bashkuar për gjithmonë. Amelio i vogël do të rritet duke ju parë si shembull dashurie, force dhe përkushtimi. Dhe një ditë, do të kuptojë se historia e tij filloi me dy zemra që u zgjodhen me dashuri të pastër. Ju urojmë nga zemra një jetë gjatë bashkë, me dashuri që shtohet çdo ditë, me durim në vështirësi dhe me lumturi në çdo hap që do të bëni si familje. Të trashëgojeni zemrat tona dhe paçi jetën e bukur gjithmonë. Me shumë dashuri, babi, mami, motra Sonila me konati Renato dhe djalin e tyre Kevin. Tani unë e di që kanë ardhur dhe krushit, por dhe një herë përpara se të fillojmë nderin e miqve të rinj, e duam një valle me familjarët tonë, kështu të lumtur qoshi gjithmonë, bashkë me ëngjëllin tuaj të trashëgoheni.
për familjen Paçi. Faleminderit. Dhe tani të duar dasmor do të ftoj me valle tezët edhe kërcënit.